nuk duhet t'i marrë parasysh këto dhe duhet ta trajtoj letrën jo si ftesë e kursit, e kurtit, por si një përgjithësi që ajo ka karshi vendit, karshi Kosovës dhe karshi institucionet të saj, për cilat ajo ka kontribuar shumë në themelimin dhe në mirëmbajtjen e tyre. Prandaj LDK-ja duhet ta shqyrtoj kërkesën, por natyrisht duhet t'i vë kushtet mbi të cilat duhet filloj, jo të arrijë marrëveshjen, të filloj diskutimet për marrëveshja. Dhe në gjykimin tim, këto kushte duhet lidhen me disa çështje, jo me pozita, po aq sa me çështje. Dhe para dhe më kryesorja mendoj unë ka të bëjë me çështjen e dialogut dhe në kuadër dialogut më shumë çështja e raportet tona me miqtë ndërkombëtar, raporte të cilat kurti vet i ka cënuar. Sot, mos të harrojmë se jemi nën sanksione të Bashkimit Evropian, për shkak të sjelljeve jo të përgjithshme të kryeministrit tash në detyrë, dhe pse për mua është ai deputet, nuk është kryeminist dhe a mund të themi që a priori qëndrimi i LDK-s deri tash është pikërisht për shkak të pozitës, sepse kërkon që ta udhëheqë qeverinë Lumir Abdigjiku, megjithse përmes kësaj pozite do të mund ta përmend edhe disa çështje tjera. Pra kjo do të jetë, diskutimi do të jetë mbi çështje. E para pra çështja e dialogut dhe themelimi i asociacionit, se deri me tani është i vetmi propozim për zgjidhjen e konfliktit me Serbinë. E dyta duhet të jenë disa projekte madhore që lidhen ngushtë me zhvillimin ekonomik të vendit dhe për mua çështja energjisë në fakt është më kryesorja. Jo vetëm rritja e çmimit fundit e cila mendoj unë duhet shfuqizohet si vendim, por edhe çështja e atij që ne e kemi në gjuhën e zhargonin e përditshëm njihet si termocentrali me gazin amerikan, por edhe projekte tjera. Dhe në fund, LDK-ja duhet të insistojë dhe mos të pranoj të futet në koalicion nëse nuk e merr qeverisjen e vendit. Jo vetëm pse si pozitë e kryeministrit, por VV-ja na ka treguar këto 4 vitet e fundit dhe kurti vet se nuk din me qeverisë. Ai mund të jetë i mirë në propagandë, ai mund të jetë i mirë në marrëdhënie me publikun e çka do tjetër. Po për të qeverisur, për të marrë vendime të vështira, e cilat prodhojnë rezultate të mira për vendin, ai nuk e bën këtë. Për të qeverisur, për të bërë projekte madhore, cilat po ashtu janë të mirë të vendit, ai nuk e bën atë. Për të bërë reforma, cilat në dukje mund të jenë jo popullore, por që prodhojnë rezultate të mira, nuk e bën atë. Veç ta marrim edhe një mendim të kaluara nuk i ka bërë. Ta marrim edhe një mendim nga Bajraktari. Ta marrim edhe një mendim nga Bajraktari pikërisht